Të shtëna me armë zjarri kanë tronditur mbrëmjen e së dielës fshatin në Ril të Lezhës, ku një atentat i mirë organizuar la të plagosur rënë një 30 vjeçar. Ngjarja ndodhi rreth orës së 21 në ambientin e një berberhaneje, ku autorët hapën zjarr me breshëri në drejtim të lokalit. I plagosur mbeti pronari i biznesit Sokol Daci, i cili u transportua me urgjencë në spitalin e traumës në Tiranë. Ai ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore, i intubuar në repartin e reanimacionit, ndërsa mjekët bëjnë dije se parametrat jetësore janë aktualisht stabil. Sipas burimeve spitalore, 30 vjeçari dyshohet se është goditur nga 5 plumba në pjesë të ndryshme të trupit, në shpatull, bark dhe këmbë. Gjatë shtonave dyshohet të jetë plagosur dhe një person tjetër, nipi fisit Nikula, i cili dyshohet të ketë qenë shënjestra e vërtetë e sulmit. Ai ndodhej brenda berberhanes në momentin e atentatit, por pas ngjarjes është larguar dhe nuk është paraqitur në spital. Policia po ushtron kontrolle në spitale dhe klinika private, pasi dyshohet se mund të ketë kërkuar ndihmë mjekësore në mënyrë të fshehtë. Nga tërësia e veprimeve hetimore rezulton se autorët kanë qenë 3 persona, të cilët kanë bërritur në ngjarje me një automjet tip Audi. Njëri prej tyre ka qelluar me armë automatike në drejtim të lokalit, ndërsa brenda ndodheshin 4 persona. Në momentin të atentatit ka qenë rastësisht dhe një efektiv policie, i cili ka deklaruar se ka reaguar duke qelluar për të neutralizuar autorët, por pa arritur t'i identifikojë. Klubat kanë dëmtuar dhe 2 biznese të tjera përballë berberhanes, por fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar të tjerë. Në vendngjarje janë sekuestruar rreth 40 gozhoja, arma automatike dhe pistoleta, të cilët do t'i nënshtrohen ekspertizës balistike. Hetuesit po analizojnë kamerat e sigurisë të banesave dhe bizneseve përreth për të gjurmuar lëvizjet e automjetit të autorëve para dhe pas sulmit, ndërsa disa persona janë shoqëruar për t'u marrë në pyetje. Ngjarja rikthe në vëmendje edhe precedent mëparshëm kriminal në zonë, përfshirë vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj 3 vite më parë në Shëngjin. Sokol Daci, i cili ushtronte prej vitesh profesionin e berberit, nuk njihej si person problematik apo me precedent penal, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur motivin dhe për të identifikuar autorët e atentatit.